Ashtu si që ka hyrë këtij eventi, ashtu si që ne e kemi tradit, do të mbahen disa fjalime nga panelistët tanë. Si fillim, unë do ta nis me kriminologen e shoqatës Nexhat, e cila është Ela Deda. Faleminderit Anxhit. Fillimisht dua t'ju falenderoj të gjithëve për prezencën tuaj dhe dua t'ju shpreh komplimente sepse jeni të gjithë jeni dashur shumë bukur, dukeni shumë bukur dhe nuk ishte se çkon të dyshme sepse jeni vlerë për pjesën e 23 nëntor. Të dashur bashkëkohës, sot më 28 nëntor zemra e çdo shqiptari rreh më fort. Sot ne kujtojmë ditën kur flamuri ynë u ngrit për herë të parë i lirë në qiell, ditën kur një këmbë i vogël, por me një zemër të madhe, shpalli me zë të qartë se nuk pranonte më pranga, nuk duronte më errësirë dhe nuk përkulej më përpara askujt. Pavarësia e Shqipërisë nuk ishte thjesht një akt politik, ishte ngjitja e një populli drejt dritës, një dëshmi se liria është e drejtë hyjnore dhe nuk duhet mohuar kurrë. Në çdo valvitje të flamurit ton jeton zëri i atyre që luftuan, ëndrat e atyre që u sakrifikuan dhe shpresa e të gjithëve ne që besojmë në një të ardhme më të mirë dhe më të drejtë. Por sot, ndërsa nderojmë këtë ditë të shenjtë për identitetin ton kombëtar, le të mos harrojmë se liria nuk është një dhuratë që fitohet një herë për gjithmonë. Ajo është një ideal që duhet ruajtur, mbrojtur edhe ringjallur përballë çdo padrejtësie. Është pikërisht për këtë arsye që në këtë ditë simbolike le të kujtojmë edhe ata njerëz, kudo që ndodhen, që sot ende nuk gëzojnë lirinë që ne kremtojmë. Midis tyre janë edhe shumë individ të lidhur me komunitete si MEK, të cilët pavarësisht mendimeve dhe bindjeve të ndryshme, përjetojnë kufizime, presione dhe realitete të vështira që u ashkelin të drejtën themelore të njeriut, lirin për të vendosur për jetën e tyre, për të menduar, për të zgjedhur, për të jetuar me dinjitet. Nuk është e nevojshme të ndajmë qëndrime politike për të kuptuar një gjë të thjeshtë. Çdo njeri pavarësisht bindjes meriton të jetë i lirë. Çdo zë meriton të dëgjohet. Çdo jetë meriton të respektohet. Dhe ja ku qëndron lidhja e fortë emocionale. 28 nëntori na mëson se liria është e shenjtë për të gjithë. Nëse ne një popull i vogël arritëm të shkëpusim zinxhirët e robërisë në 1912, atëherë kemi edhe detyrim moral të mbështesim vlerat universale të lirisë për çdo qenie njerëzore. Le të jetë kjo ditë një kujtim i fuqishëm se sakrificat tona kanë kuptim vetëm nëse liria që gëzojmë nuk mbyllet brenda kufive tan, por shndrit si një vlerë që e ndajmë me të gjithë botën. Sot ndërsa flamuri ynë kuqezi ngrihet krenar, le të premtojmë se do të shndrojmë gjithmonë në anën e humanizmit, të drejtësisë dhe të dinjitetit njerëzor. Sepse kështu nderojmë ose të parët tanë, sepse kështu e ruajmë të gjallë frymën e 28 nëntorit, sepse kështu jemi ne shqiptar. Gëzuar ditën e pavarësisë dhe le të rrojë e bukur Shqipëria jonë. Faleminderit. Faleminderit zonja Ela.